Ka disa javë që situata në grupin parlamentar të Partisë Socialiste është më shumë se kaotike. Edhe pse në një regjim kazerme të vendosur prej më shumë se një dekade e gjysmë, ka sinjale që stresi i madh shfryn tensionet e veta si një tenxhere presioni, ku valuta e avullit nuk është hapur nga shefi i madh, edhe pse të angazhuar në fushat e ku nuk mungojnë t'i bëjnë share dhe like postimeve të Edi Ramës, apo për të nxjerrë foto nga takimet me bazën, nuk rreshtin fjalët nëpër korridore se shefi do pastroj listën. E nga ky stres ka deputet që kanë mërmëritur një gjysmë apo një frazë të plot për të dhënë një sinjal. Natyrisht sipas peshës, dikush publikisht, e dikush duke përdorur telefonin e prishur të dallaverëxhinjve që përhapin dizinformacione që dalin nga shefi i kuzhinës. Në këtë rast, të parët që mund të flasin janë ata që kanë bërë gjithmonë, e kanë komoditetin për të dhënë opinionin e tyre sado të kadifejnt. Petro Koçi, një senator socialist jo i vlerësuar siç duhet, shpërndau një mesazh të rëndësishëm për atë që duhet të lexonte përpara pak javësh. Lista e hapur në një sistem proporcional rajonal dhe jo kombëtar me përcaktimin që zgjedhësi voton vetëm një kandidat dhe jo disa alternativa kandidaturash si në Kosovë, është në fakt rruga e hapur e kapjes së sistemit, partive dhe parlamentit nga llumi, paraja, depsëzët dhe korrupsioni. Kush dita lexoi, shete postimi i Petro Koçit, një sinjal të koduar drejt Edi Ramës. Mesazhi i parë është mos na sill kandidat nga jashtë që nuk kanë lidhje me partinë, edhe pse kanë para, dhe e dyta, mirato një listë përcaktuese në kufijnë të sigurisë, që të jetë e qartë dhe e pranuar nga të gjithë. Petro Koçi e tha hapur, por në grupin parlamentar, ky ankth është kapilar, sidomos në ata deputet që nuk kanë rrjetin e njohur të xhepit të fshehtë. Çfarë është xhepi i fshehtë? Eksponent të asaj që quhet Partia Socialiste Alternative, alias të fortët e politikës për ta thënë më butë, si Toma, Qifja, Omer Lala me shok, kanë përdorur një skem perfekte. Çdo organizatë socialiste u kanë kërkuar nga 2-3 vota, duke shpërblyer mirë organizatorin, ndërkohë që pjesën tjetër e kanë marrë ose në terrenin armik, ose në atë neutral. E kjo ka arritur që të jetë në pole position në krahasim me deputetët socialist, përveç krerëve të qarqeve që kanë bërë marrëveshje të fshehta me nën tokën. E për këtë janë nënhetim si Jurgis Qyrbja apo edhe një njeri shumë afër Edi Ramës, bomba e të cilit pritet të plasë këto ditë nga SPAK. E pikërisht për këtë Edi Rama ka elaboruar në strategji ku do të përmbys të gjithë piramidën politike të kandidatëve të PD. Zërat flasin për një ndryshim të 70% të listës, kryesisht në Tiranë, Dibër, Elbasan, Durrës, Fier, Vlorë dhe Korçë, ku flitet për një mos kandidim të VIP-ave edhe të ministrave të Edi Ramës. Këto zëra kanë shtuar një stres të madh, madje në mjediset e brendshme po qarkullon një listë që flet për një zëvendësim epokal të skuadrës socialiste më 11 maj, të cilën Edi Rama më 11 mars do ta prezantojë si lista e BE-s. Temperatura është e lartë e deputetët aktual janë të gjithë në miza. Mesazhi paraprak që ka qarkulluar ka qenë: kush është nën hetim apo nën mundësi hetimi, as të mos e mendoj kandidimin. Dikush i ka dërguar një mesazh të kryqëzuar bablokut, po nëse je ti, e përgjigja ka qenë e egër në një takim në selinë e PS-s, atëherë rrëzohet gjithçka, o me mua o kundër meje.